Përshëndetje, miq të mi të Kosova Gjok Podcast, po takohemi kështu në podcastin tim të radhës, ku sot kam një të ftuar shumë të veçantë. Ajo është një aktiviste feministe, është një regjisore që me shfaqjet e saj ka mbledh numër të rekord të pjesëmarrësve që kanë dashur ardhësve me ndjek shfaqjet e saj. Ajo është një mike shumë e mirë, edhe një mbështetëse e madhe grave, po edhe burra në njëjtën kohë. Xana Hoxha, kënaqësi me të pas në podcastin. Si me qenë me ty, Gili, dhe faleminderit për këtë prezantim. Shpresoj që kushdo që vendos me na ndjek nuk zhgënjen nga ky mohabet, sepse hapja ke shumë e madhe dhe si person që nuk kam qejf ndoshta fort më u lavdu, kam qejf me i pa njerëz gjanat e mia, po të falenderoj gjithsesi. Kjo vret edhe që kur ata që vinë me ndjek shfaqjet e tua dhe kur hin në hollin e teatrit, ato është prezantimi më i mirë. Nuk ka nevojë me hi me kështu kusht Xana Hoxha, edhe mandej ato përshtypjet pasi që dalin të shohin shfaqjet. Xana përndryshe është një mike imja, unë nuk preferoj me i thirr mike në podcast, preferoj njëherë me i pas mësafire e mandej i bëj mike, po me ty Xana çdo ndaj e vogël, çdo bisedë e vogël për mua është si një podcast për i cilit motivon, andaj nuk mujta me rezistu pa të ftu këto. Edhe faleminderit që pranove me njëherë ftesën. Xana e lindu në Gjakov me një dashuri të madhe për teatrin, atër ku regjisorët, ato gratë prapa skenës që dirigjonin shfaqjet ishin të pakta, ka lindi dëshira për teatrin. Dëshira e parë për më marrë me art ka qenë pikërisht nga filmi, sepse unë kom dash më bëj gjithmonë regjisore e filmit. Po pas luftës, ku gjithçka ishte në tranzicion, aplikova në gjithë filmit, nuk u pranova. Edhe mirë po i bona përshtypje profesorit tim, cili u bë më vonë profesori i regjisë teatrit Fadil Hysajt, në intervistë, në test dhe në intervistë për regjit filmit, dhe ai pastaj insistoi që unë t'jem në klasën e tij. Dhe kështu, edhe pse unë fakt kisha luajtur në shfaqje si vajzë në shkollë fillore, në shkollë të mesme, kam qenë pjesë një shfaqje mbajnë mend nga Suleman Lokaj në Gjakov, dhe gjithmonë jepsha më shumë udhëzime se si me u bë shfaqje se sa me lujt vetë. Edhe i ndjeri Sulemanit ishte, unë e bëj regjin këtu. Edhe kom pa që ma mirë të qëndroj mrapa se sa përpara në skenë, dhe të thënë drejtën unë kom qenë një për regjisorëve që deri para 2-3 viteve fare nuk kom hypë në skenë.
Domethënë gjitha indikacionet gjitha i kom dhënë nga poshtë, nga salla. E tash këto 2 vite kom marrë një far guximi me qenë në skenë dhe me komuniku me aktorë ma ndryshe, mos me marrë keq me qenë në skenë, sepse se di ashtu, e kom marrë teatri ka qenë dashuria ime jo e parë, dashuria e dytë. Dhe gjithmonë më thojnë, a do m'ju kthy filmit, a do me bu regjit filmave, mirë po, ndoshta edhe pak me teatr, ndoshta filmi nuk është diçka që ende mendoj që jam gati. Ndoshta gjithçka në kohën e vet. Unë qëllimisht nuk e ceka në fillim, po ju e drejtoni edhe një organizatë mjaft rëndësishme që avokon për drejtat e grave, vajzave, sidomos nëpërmjet artit. Kur vendoset me themeluar polisin? Atë polisin e kam themelu në vitin 2004, vjetë kemi pas 20 vjetorin e organizatës, natyrisht me themelim jo gjithmonë në kupton që ti ke zyret e gjitha kushtet. Doja ta bëja një shfaqje në Ferizaj, dhe isha studente në Regjit Teatrit, dhe më thanë vetëm mënyrë për me të përkra me bu që ato që ka do me bu atje është me bu një ojqë. Edhe unë gjithmonë jam e sinqert për këtë aspekt, sepse nuk dua të gënjej dhe them kanë qenë do ëndra dhe pra ne nuk e kemi diçka e ojqët. Mas luftës ka qenë diçka një organizim i ri. Pra, si aktiviste, unë kam qenë prej e vogël. Kam marrë pjesë... Dërsa as pa e di çfarë është aktivizmi. As pa e di, bravo. Mas luftës për shembull në Gjakov, kam qenë pjesë e trive që jenë marrë me pastrimin e pjesës vjetër qytetit Shkatrum, Qashis, edhe kom dalë dyqan me një kesë dhe kom kërku para me na ndihmu bizneset, cilat ishin mas luftës më duke rindërtu vetë, atë sa kishin mundësi që ne të blenim qeset plastikës, lopata për ta pastru Qashin. Kjo ka qenë pra angazhimi jam i parë në fundraising, ngritjet fondeve. Ose kur kam punu në dyqan të Bobi dhe të Daja, ashtu ku jo marrë me shitje. Pra gjitha këto shkatësit vogla që i kam fitu gjatë jetës, përveç mësimeve, mu kanë gjetë një moment kur është dash me shkru një projekt, me bo ngritjet fondeve, projektin e parë si stash me një shfaqje, dhe po që mund t'ja dalë dhe gjithashtu t'i mbyllësh ato zëtimet cilat i nënshkruan. Duke qenë se jam Kosova Gjobun, po drejtoj dhe muhabetin ma shumë ka punësimi dhe mi inkuraju edhe vajzat dhe tritë edhe, por edhe jo vetëm vajzat, edhe burrat dhe gratë që dëshirojmë janis dika nuk din kam janis. Pra gjitha këto shkatësi që ju merrni gjatë jetës tuaj, ju gjindën në çfarëdo iniciative që janiseni. Dhe mu gjetën gjithashtu edhe shkatësitë e gjuhës angleze për shembull që unë e mësoja me shumë qejf shkollë fillore, shkollë të mesme, sepse projektet duhet të shkruheshin edhe në gjuhën angleze. Dhe kështu filloi Art Polisi, me një projekt teatror, mandej deri në vitin 2008 ne bënim projekte sporadike. Në vitin 2006 unë u trajnova në Amerikë për një teknikë që quhet teknika teatrale për edukim të bashkëmoshatarëve. U trajnova nga UNFPA dhe kur u ktheva shkova pikërisht te kjo zyre që më kishte mundësu më shku dhe i thash dua të kontriboj diçka, dua ta kthej këtë njerëz që unë e mora në New York bashkë me pjesëmarrës nga 35 vende tjera të botës dhe të bëj diçka për tritë e Kosovës. Më thanë, po mirë, pse po e bën një projekt edhe apliko. Edhe na mundësuan disa shpenzime të terenit, të ushqimit për tri, shkuam kështu bashkë me një bashkëtrajner tjetër, shkuam në 5 komunat Kosovës, në shkollat mesme, aty mbanim trajnimet. Atë sa kishim mundësi dhe sa dinim, duke ndjek një manual që unë kisha marrë nga Amerika. Edhe kështu filloi mandej bashkëpunimi dhe prej 2008-s kam fillu punën me Art Polis si me zyre, si drejtoreshe zyre, si person që bën ngritjen e fondit, si person që shkruante projekte, shkruante raporte, duke punësuar gradualisht të tjerë dhe tash jemi një ndër organizatat më të mëdha të kulturës dhe të aktivizmit feminist në Kosovë, gjë që jam shumë e lumtur sepse kemi të dy aspektet dhe kemi inspiruar edhe shumë organizata tjera të grave që të kenë aspektin artistik, por edhe aktivist. Sepse kur filluam ne, morëm një përkraje shumë të madhe nga rjeti i grave të Kosovës dhe kjo përkraje pastaj vazhdoi edhe jona tek organizata dhe iniciativa tjera. Kështu që ky është një farë udhëtimi që kemi pas me Art Polisin, tash jemi një organizatë që punëson rregullisht 10 persona, deri vjet kemi qenë 24,
dhe kemi persona të angazhuar me projekte, me një qarkullim për 500.000 vjet, kështu që është një organizatë mjaft serioze dhe jam shumë krenare që jemi në këtë pikë. Zona megjithatë ka pas shumë përkraje, po ka pas edhe hezitime në fillim, veç mas kohën ku themeluar polisi edhe cilat kanë qenë ato përshtypjet, a beson të gjithkush që art polisi do të vinë në nivelin që është sot? Shumë pak. Kam besu vetëm, kryesisht kam besu gratë. Gratë kam besu në fuqinë që individi mundet me pas për me ndryshu shoqërinë. Gratë si Iqbal Rogova me rjetin e grave, Ariana Qosja, Visare Nimani, Valdete Idrizi, pastaj edhe shumë gra tjera dhe burra që ju bashkangjiten për krajes. Mirë po ato kanë qenë ato vizionare që e kanë pa që të fuqi që na mujnë me pas në shoqni. Kolegët e mi burra që janë regjisor, dramaturg, aktor ose drejtor të institucioneve të ndryshme, kulturore kryesisht, teatrove, ka ndonë puna që e bën kjo nuk është tamam teatr. Puna që e bëjmë na me komunitete nuk është tamam teatr. Këto si janë shfaqje. Këto janë punë me shkolla ose punë me komunitet. Ose angazhimi feminist, shfaqjet feministe kanë qenë diçka që s'ka qenë mjaftueshëm e mirë për ta. Mirë po për mua ajo ka qenë një shtysë edhe më tepër me ju provu që e kanë gabim. Pra kur nuk e ku marrë si pengesë. Është një filozofi që e kanë edhe shumë persona ambicioz që ja kanë dalë në jetë që nëse dikush të pengon ti duhesh edhe më shumë më mundu për me i te i kalu këto pengesa. Dhe unë e kom pas gjithmonë këtë filozofi, për mu puna është një mënyrë vetë realizimit, puna për mu nuk është vetëm me ma një rrugë, ka qenë gjithmonë një mënyrë për me i realizu ëndra, dëshira që kom dasht, ose me pa, jo veç vetën teme, po edhe një komunitet, një grup njerëzve duke u zhvillu, duke u bo ma mendjehapun, me pranu diversitetin, me qenë ma në hap me zhvillimet demokratike, të drejtat e njerëzit, dhe me qenë pjesë e botës demokratike, dhe me kontribut njëjtën kohë edhe në shtetin tonë, sepse shteti jonë është shtet i ri. Kanë lindë shumë shtete, po ka dhe shtete që kanë dështu. Që unë mendoj që jam një kontribuese e njerëzve që Kosova me qenë shtet funksional, edhe pse jo kurrë në nivel qeveritar, po si aktiviste, si person që punon drejt avancimit të drejtave, kështu që e shoh si një kontribuese të shtetësisë Kosovës. Sepse kur ti, për mu ka qenë e pa imagjinueshme na kemi ndru me pas Kosovën shtet. Po momentin që u shpall Kosova shtet, për mu ka qenë dita ma lumtur e jetës time, dhe pse e mbonon 3 herë. S'kam qenë ma lumtur se qatë ditë që u bu Kosova shtet. Kështu që e marrë të si privilegj. Edhe është rëndësishme se cili me po çka mundësh ti me po për shtetin. Jo gjithmonë të presësh që qeveria mundet me ndrejt këtë problemet, ku secili me kontributet vogla mund me bë ndryshime ndoshta shumë dha. Edhe jo gjithmonë t'ja lëm barrën dikujt që shohim një pak si më të madhe se na. Absolutisht. Zona zakonisht njerëzit që janë krijues pritojnë pak më marrë me dokumenta, me raporte, me pas një zyre, dojnë me qenë kështu nomad. Po. Si është për ty, si është për ty të ndërveprosh mes teatrit, skenës, mes zyres, mes dokumentave, mes raporteve? Shumë pyetje interesant që s'ma ka bu kur kërkush. Unë e kom një sindrom që quhet sindromi nxënëses mirë. Nuk e di a ekziston me të vërtetë, por kur isha në Paris, mora një çmim para disa viteve, edhe më thanë, a ki këtë sindrom? Çfarë sindromi? Gjithmonë mi bë detyrat. Detyrat e shtëpisë. Detyrat e shtëpisë, me qenë aktive në klasë, me edhe ky sindrom që e kom pas të jetën, mu ka gjetë shumë. Sepse për mu ka qenë e rëndësishme që nëse unë e jap fjalën që do ta bëj një gjë, me mbajt atë fjalë. Edhe po m'duket që këtë e kom imponu në çdo ambient ku unë punoj dhe veproj dhe jetoj që njerëz me mbajt fjalën. Kjo është një cilësi që kom trashëguar nga prindrit e mi. Po me të vërtet munduhem, do njerë edhe ma kanë keq këtë përdor, s'është gjithmonë lehtë, po kthejnë atash te pyetja që ma bune. Unë kom gjetë shumë kënaqësi me shkru diçka, sepse edhe shkrimi është pjesë e një niveli akademik. Nuk mundesh me qenë ti artiste ose artist nëse nuk lexon, nëse nuk shkruan.
Pra të dyjat janë pjesë e krijimtarisë. Dhe këtu mendoj që shumë shpesh keq kuptojnë artistët që nuk duhet të shkruash, nuk duhet të lexosh, ose mjafton më u shpreh çka është in. Mirë po baza është të këto të dyja, shkrimi dhe leximi. Dhe për mu zhvillimi i projekteve, ideve, iniciativave e ka pas gjithmonë një aspekt kreativ, më ka përmbush. Sepse kur e kom shkruaj, madje e kom ditë si kom e zbatu. Dhe kjo më ka dhënë disa mundësi për me qenë ma sigurt në hapa që i kom ndërmarr. Kështu që ka qenë pjesë, edhe është pjesë e identitetit tam, nuk e pritoj. Mirë, po tash e kam një ekip i cili këto vizione që unë i kam, mënyrat se si unë funksionoj, i zbaton një mas të madhe, edhe i bojmë në një kualitet që unë jam shumë krenare kur flitet për shembull për art polisin, që njerëz thonë mënyra se si ju komunikoni, si i angazhoni njerëz, gjitha bën me një sistem i cili është me të vërtet më bën mu krenare dhe gjithë njerëzve që kam punë me neve. Pra, të ne çdo gjë është ligjore, transparente, dhe kemi lënë shembuj të mirë në Kosovë dhe më gjërë, dhe mendoj që ka shumë organizata të mira në Kosovë cilat e bojnë një sistem tillë që duhet mi pas lakmi edhe të tjerët. Një ish kolege ju janë arpolis, inshallah smidhnohet që fja për me herë një të bardha, thot, kur më blokoj këtë truni që zgjejsha zgjidhje, vishkisha të zana edhe e gjej këtë zgjidhjen. Cila është ajo filozofia me cilën menaxhani, me cilën punoni me stafin? Gjithmonë ka zgjidhje. Gjithmonë ka zgjidhje. Mënyra se si unë menaxhoj është natyrisht delegoj shumë, por edhe lypi llogaridhënien e kam shumë të rëndësishme. Sepse këto mi ka mësu eksperienca, si që dini të ne nuk ka pas shkollë për menaxhim, ose ta zëm realisht, mu jeta nuk më ka dhënë shkollë për menaxhim, ku kry regji teatri, po dhe regjia është një lloj menaxhimi. Mirë po, e kom pas gjithmonë këtë qasje që për gjithë çka ka zgjidhje, në momentet më të vështira të një gjithmonë kam besu që ka zgjidhje, kur s'jam dorëzu. Ka momente për shembull kur manulohet aeroplani ose del një pengesë, jam rrugë, mes dika në rrugë, prishet kjeri bodi, gjithmonë ka zgjidhje. Edhe gjithmonë jam mundu me ja dhonë këtë filozofi edhe personave me cilët kom punu. Fati është që unë kam një rjet madh njerëzve me cilët kom punu. Gjithmonë mundona me pru ma të mirën të njerëz, mos me qenë sjellja ime ajo që na prish me njerëz, por ajo që na afron me njerëz, dhe kur keti rjetëzim të tillë, njerëzit me nxis presin edhe me të ndihmu. Kështu që kërkon edhe ndihmë, e çon telefonin ndonjëherë 10 natës tu e kam këtë problem, e kam këtë zgjidhje, këtë çështje m'fal, duhet ndihma jote, me njëherë njerëz të ofrojmë. Kjo është diçka që ne kemi në Kosovë. Ne me njëherë ofrohemi me ndihmu kur me të vërtet kërkesa është e sinqertë. Edhe nuk e di, është diçka që fitohet me kondicion, me kohë. Gjetja e zgjidhjeve është me të vërtet kondicion. E kom fitu me kalimin e kohës, me sfidat, me problemet me cilat ju më përball, edhe për çdo gjë unë vazhdimisht i mendoj 2-3 opsione. Çka nëse më thot kjo, çka nëse më thot kjo ju, çka është cila është zgjidhja tjetër, si me vazhdu me ecë përpara, mos më bloku kur mos më thon s'ka zgjidhje. Nëse s'din, pyet. Çoj telefonin, pyeti njerëz për radhë, edhe me të vërtet gjanat e bukura ndodhin. Ke ndjek po ashtu edhe shumë trajnime dhe jashtë vendit, edhe ju ofron vazhdimisht edhe stafit retreat ndryshëm edhe për grupet e tjera. Na tregon pak që ato çka i ke mësu, disa sekrete të vogla për gjithë ata që punojnë, që ndonjëherë nuk ndihen mirë në ambientet e tyre të punës, ndonjëherë nuk ndihen të përmbushur. Po, unë mendoj që njerëz duhet me qenë sinqert që aty ku punojnë. Kom pas kolege dhe kolegë të cilët kur janë tregu të sinqert dhe vetvetja, për mu ka qenë shumë ma lehtë me ju adresu dhe me zgjidh problemet. Momente që s'janë sinqert, edhe ti si menaxhere mandej ndihesh e shfrytzuar, edhe tu besimin që atë person edhe ai person mandej e ndin që ti e din kush është ai person. Domethënë për një raport shëndosh është rëndësishme ti besoni njëri tjetrin. Absolutisht, mi besu, me njoh njëri tjetrin edhe mi ditë kufizimet. Për shembull, kam kolegë dhe tash e kanë orarin pak më të kufizuar, kanë nevojat brenda familjare. Pse më rrej dikush më thon jam smut ose diçka ku shkon me marr fëmijën në qerdhe. Ki nevojë me marr fëmijën në qerdhe, burr, gru, tregoj menaxhmentit e njofton në rregull. A mundesh me kompenzuar atë kohë, as mundesh me kompenzuar çështje tjetër mandej.
o qashtu, je sinqert. Du me marrë një ditë pushim, s'po m'dilet në punë në rregull, du me punu një ditë për shtëpisë në rregull. Nëse nuk e dëmton frymën e përgjithshme. Nëse një person vazhdimisht qet pengesa, bëhet dekurajim andaj për persona tjerë. Unë e kom një rregull kur kom probleme me stafin, du me i dëgju të dyja anët e medaljes. Një veçëri shumë e mirë. Po, kur nuk e mjafton, për shembull nëse vjen ngili dhe thot e kom këtë problem me zonën. Pavarësisht pozitës dhe pavarësisht Absolutisht, absolutisht, pavarësisht të dyjave, dhe këtë dëgjim e bëj me personin nga burimet njerëzore, që mirret me çështjet e ankesave. Jemi dy persona që i dëgjojmë të dy persona që mund t'i kenë konflikt ose keq kuptime. Ka pas raste kur mu ka dash ndoshta dhe me e ul gradën e personit, sepse s'ka qenë ndoshta gatshme për menaxhere ose për zamës drejtoresh. Ka ardha, ka fillu me një gradë, mandej ka thonë ju, e kemi ul, në bazë të kapaciteteve momentale që i ka pas. Mi pas do më thonë që mas 2 viteve nuk ju ka rrit prap grada, sepse personi u boj e gatshëm ose i gatshëm. Ja ke jep kohën që i duhet për të formësu. Absolutisht, absolutisht. Kjo mendoj që është diçka që ti e fiton me moshë. I kom bërë dhe unë gabimet e mia, nuk muj me thonë që s'jëm gut ndonjëherë. Mirë po e kom vrej që e kom një diçka që edhe në teatër edhe në zyre nuk muj me punu me njerëz këqij. Për mu, njerëzit me cilë punoj janë edhe reflektimi imi. Nuk muj me punu me njerëz këqij. Njerëz të këqij me mu nuk... Dhe më thonë nuk rezonojnë. Jo, nuk gjej kënaqësi me lëndu dikon ose me shkel dikon ose me bo veprime veç për me fitu një projekt. Nuk janë ajo mënyra se si unë e komunikoj dhe për mua e qasja që ka fokusin në të drejtat e njerëzve që ne punojmë, duhet me qenë e reflektuar edhe mënyrën që është menaxher dhe punoj me njerëz. Spritoj më marrë me dikon që fillon si vullnetar ose si koordinator ose asistente, me krejt komunikoj njëjti. Ku më thonë shkrumni gjithmonë, nuk e kam problem me më shkru, me kërku ndihmë, i mentoroj, kam mentoru shumë njerëz. Mirë po, nuk muj me punu me njerëz që rajnë konstant. Një perspektivë shumë e mirë edhe kjo me i dëgju të gjitha anët edhe mos me pas ndasi, mos me pas favorizime, gjithmonë me mundu me arrit atë objektivitetin. Edhe një veçëri shumë e mirë me i pranu gabimet, sepse mendoj që njerëzit nuk mundet me ecë një hap tutje përderisa mendojnë që kanë të drejtë edhe kur nuk kanë të drejtë. E të na pak hezitojmë kështu me thonë po, kam gabu edhe provoj me bo ma mirë ose me kërku falje. Zana për te ti menaxhimit, për te zyres. Si Zana, si regjisore, je nga ato që i aspiron skenat e mëdha. Jo gjitha regjisorët e kanë këtë guxim. Që ka qenë kjo rruga jote me skenat e mëdha në teatr? Ka pas një profesori me ka pas një shprehje, profesori Fadil, që thështë i ki ambicie shumë të ndoja. Edhe egon e madhe. Edhe një mundu disa... Kanë herë të dyjat, kur janë bashkë, dëmtojnë njëna tjetrën. Po, e ushqejnë në fakt njëna tjetrën, shumë më interesant. Po, ku punojmë na, këto dyja janë me katë. Në fakt, nartë, unë e vone këmë kuptu që ego e madhe e bën artistin e madhe. Sepse kjo aspekti aktivistës ma luftoj ke egon e madhe. Shë që ka qenë një farë lufte mes egos, ambicjes, aktivizmit, çështjet familjare, sepse unë kom qef një filozofi që kom mësu nga babi im, është je drejtërish në punë, po shërben në shtëpi. Pra në punë je urdhna dhe menaxhon, edhe i ndon detyrat, edhe je çajo on top. Në shtëpi je personi që i shërben tjerëve, nuk mundesh me qenë shefen të dyjat. Edhe shumë e ko marrë këto si të mirë qenë, dhe më thonë, unë shpej njerëzve, familjes time, njerëzve që unë i du. Edhe përgatit shumë mirë ushqim. Edhe kom që kusht të vjen në shtëpi me të vërtet me mikprit. Gjithmonë kom da shumë mesafer, kur s'mu ka dok. Edhe fton shpesh stafin edhe si mesafer me dëku bashkë. Po, edhe për mua është e pjesë e krejt festës që e bujmë. Pra, kjo pjesa ambicjes për me qenë skenat e mdoja ka ekzistuar gjithmonë. Prandaj edhe par vjet aplikova këtë bursën Chevening të qeverisë britanike dhe fitova dhe u vendosa një vit në Londër për ta kryer
masterin në regji teatri, sepse gjithmonë kom thonë nëse kryj master kom me qenë në regji teatri edhe jashtë Kosovës, ajo mu ka dashnja 5 deri në 8 vjet, kështu që nuk është diçka që kom thonë kom i bë dhe kom bë vitin tjetër. Edhe thash, po du me provu qysh është me punu, se unë kom punu edhe jashtë Kosovës, po jonë skena tilla të mdha. Sistemi është fantastik. Domethënë ti si regjisore e kryen punën tonë, sistemi mbështetës është i tillë që ti realizon ëndrat e tuja. Edhe kish momente kur shisha shfaqje të mëdha në West End ose në teatr kombëtar me bileta jashtëzakonisht shtrejta, po që i pata premtu vetës që nëse shkoj në Londër, një gjë që s'kom e lon pa bosh spoku një herë në javë me bleni qase bilete që kushton 80 funta dhe 100 euro bilet. Ka pas ma lirë, ka pas ma shtrejt, pa shfaqje të regjisorëve ma të mdhaj, Ostermeyer, pas të Jamie Lloyd, të Sam Mendes, Katie Mitchell. Katie Mitchell një regjisorë ma të mira në botë, ka qenë mentorja ime. Edhe pash musicala, për një vit kom pa një numër shumë të madh shfaqjeve, niveleve të jashtëzakonshme po dhe mediokër. Shfaqja e parë që e poshtë ishte shfaqja ma e vjetër në West End që quhet Le Miserable, që është shfaqje shumë e famshme. Musicali ma jetë gjatë në historinë e musicalave në botë, që kishte mbi 50 vjet në skenë, në të njëjtën skenë. Mirë po kishte përjetu disa adaptime, disa versione. Duke pa shfaqjen, javën e parë që më riva në Londër, po i gjiroja disa momente m'ia qua ansamblit që unë punoja. Çdo skenë ka qenë 3 deri në 4 minuta. Ishin për mi 40 skena. Shfaqje 2 orë gjys, me një pauzë gjysore. Niveli ishte i jashtëzakonshëm. Dhe ti e kupton pse një shfaqje rrim 50 vjet në repertor. Mirë po, sistemi për me bo një gjatë tillë ishte investimi milionsh. Pra në botë ekzistojnë investime milionshë në një shfaqje. Në Kosovë, një shfaqje që mas shumë t'i ka kushtu ndonjëherë, mund të jetë 80.000 deri 100.000 euro. Dhe këto pare ju kanë besu regjisorëve burra që vinë nga Maqedonia ose nga Serbia ose nga Bosna e Hercegovina ose edhe nga Shqipnia, me krejt respektin nuk ju kanë besu asnjë regjisori të Kosovës. Pse? Sepse ekziston kompleksi inferioritetit. Dhe unë kam vendosur që Teatri Kombëtar të Kosovës, për shembull pas kthimit nga Londra, unë do të punoj në momentin që ai teatr do të investoj spaku 100.000 euro në projektin tam. Nëse nuk investon 100.000 euro, s'punoj. Punoj kritjet e ka aty s'punoj. Kom punu në Gjakovja, të kom bu një shfaqje, Vojqeku, e cila pat gjithashtu një investim të madh, dhe sot mu konfirmu për shembull, po jap ekskluzivisht që do të kemi një reprizë në Vjenë në teatrin Akcent, një për teatro më të mëdha, me 360 ulse, me 27 prill të vitit tjetër. Urime, faleminderit. Pra ambicet shumë i mirë për krejt një. Faleminderit, u gëzu shumë ekipi i shfaqjes në Gjakov, jam jashtëzakonisht e lumtur në dhonë. Edhe është rëndësishme dhe ansamblet lokale, ansamblet ke mundësi të shkojnë jashtë edhe sidomos punojnë me regjisor më eminent në Kosovë. Po besoj që po, edhe kanë shumë punë për të bërë dhe ansamblet edhe teatrot, sepse nuk i kanë kapacitetet që duhet, nuk e kanë të lehtë. Mirë po puna e teatrit gjithashtu është si puna e gjimit, duhesh me qenë çdo ditë prezant. Unë i kisha inkuraju të gjitha teatrot që kanë ansamble që t'i mbledhin çdo ditë, bojnë diçka çdo ditë. Janë persona që janë me rroga, duhet jo vetëm me arsytu rrogën, po duhet me arsytu edhe ekzistencën tonë. Ndonjë ditë punon pa pagesë, ndonjë ditë e ke një pagesë ekstra, ka shumë punë që mundet më bëu. Mendoj që duhet një ristrukturim, një strategji, një planifikim nivel kombëtar. Natyrisht teatri kombëtar është institucioni më i lartë dhe duhet të kenë edhe ata privilegjin që të paguajnë më shumë, që të kenë kushte më të mira të punës. Ansamblet tjera duhet të prodhojnë artistë që kur të jenë gati pastaj të shkojnë në teatrin kombëtar dhe kështu të bëhet një farë ushqimi le të themi i teatrit kombëtar me artistë që ansamblet tjerë përgatisin. Siç ka qenë tash rasti për shembull në konkursin fund të teatrit kombëtar, prej 5 aktorëve të pranuar, 3 kanë qenë pjesë e ansamblit tim. 3 vjet e gjys kam punuar me mua. Pra kam pas një përgatitje. Ty të vyn një përgatitje e trive, në mënyrë që kur shkojnë në teatr kombëtar,
me qenë një institucion pak më të lartë, I cili ka kushte më të mira të punës, rroga më të mira dhe është institucioni më I lartë shtetëror. Unë po shpresoj që këto skena të mëdha ka me imri brenda 10 viteve tashme. Dhe shpresoj që kjo mundësi më vjen të jetë ajo që vjen edhe pas Londrës, sepse në Londër pata mundësi të punoj në një teatër që ishte themeluar nga Sir David Attenborough, që është regjisor I njoftën në një nga lagjet më të rëndësishme të Londrës, në Richmond, në Orange Street Theatre, dhe shfaqja I kishte 3 prezantime, natën e fundit u shiten gjitha biletat. Dhe unë një rekord, sepse unë kisha bu shfaqjen si studente e Akademisë Lambda, London Academy of Music Dramatic Arts, që presidente ka Benedict Cumberbatch. Kështu që ishte një nder që u shiten gjitha biletat, sepse mund nuk e njefte askush atë. Prej krejt diasporës, prej krejt shqiptare, përveç ambasadës shqiptare në Londër, ambasadës Kosovës në Londër, I kam pas një 5 shqiptarë krejt. Kështu që gjitha biletat u blen prej vetë britaneze dhe po që kam kapacitet me punu një shfaqje në një vend tjetër. Arti komunikon në gjitha gjuhët e botës, edhe ndonjëherë mjafton ajo aura, energjia që edhe puna që I keni bërë në shfaqje. Zanë kur mendon njeriu që I mrin majat e drejton një institucion stabil, jo çdo kush mendon ti reket studimeve dhe shkojnë Londër, veç mas kur I keni edhe 3 fëmijë. Po, e di. Je një shembull inspirimi, po ka buru kjo iniciativë, ky guxim për ta ndërmarrë këtë hap. A keni pas me dyshje, a ka qenë sfidues si vet? Ja 10 herë ku ndosh më kthy. Kom pas momentet krizat e mia që kom ndosh më kthy, e kom pas një shoqe në Londër nga Gjakova që ishte shoqe e shkollës fillore, Frosina Morina, cila mu ka gjetë shumë, ajo bashkë me familjen e saj më kanë tokëzu një farë mirë kur kisha momente që desha mu kthy. Kom pas presion që nëse ky vendim është I duhur, nëse është I duhur, çdo 3 javë ku marr në Kosovë, po natyrisht kam mjaftuar edhe për fëmijë, edhe vajzat dhe djali janë mërzit. Ka qenë, do të thoja ka qenë vendimi më egoist që ku marr në herë, sepse nuk jam person egoist, po kjo ka qenë diçka që e mora, edhe po e them për herë të parë, sepse nuk e din mami, kjo ka qenë mbajtja e premtimit që ja kom bu nanës teme. Ajo gjithmonë ka dosh me kry master, edhe ka dosh me kry një master dika jashtë vendit, edhe e mbajta këtë premtim asaj, se shumë njerëz dhe të familjes edhe jashtë më kanë thonë çka po duhet. Ti je regjisore, çka po duhet, edhe në Londër bile çka për shkak I arti e ki këtë eksperiencë. Ka qenë me mbajt premtimin. Mbajtja e premtimit është diçka që unë e kam shumë pikëdopt, edhe vetë ndaj tjerëve, por edhe tjerë ndaj meje. Nëse nuk e mbajnë premtimin, për mua janë bëhet një farë devalvimi I personalitetit njerëzve. Edhe ajo nuk e din, po kjo është arsye. Faleminderit që e zbulove te na ekskluzivisht edhe ata edhe në fillim podcastit që mbajtja për premtimit për ty është shumë e rëndësishme edhe po duket që është diçka shumë e shenjtë, edhe ata që punojnë me ty do të pas shumë parasysh që mos më shkelje këtë aspekt. Zana, ju përveç kësaj ju e organizoni për vetë një organizim si Femarti me shumë aktivitete, veç kur merr pjesë thu e qysh po ja dalin, sepse brenda ditës ndodhin 5 aktivitete në vende ndryshme, lokacione ndryshme të Prishtinës, me publik të ri, me artistë vendeve ndryshme. Qysh ja delni? Me punë shumë të mirë të ekipit, me punë ekipore, dhe kemi një aspekt që harrova me përmend në fillim. Kemi një rregull në zyre që kushdo që ka nevojë për ndihmë, duhet mu lajmëru dhe ne I ndihmojmë. Nuk e lojmë kërkon me metën lloç se cili ka punë të veta. Ne I kemi gjithë punë tona, po ndalemi nëse dikush ka nevojë për ndihmë. Punët e cilit janë punët e gjithëve. Pra në moment që dikush ka nevojë për ndihmë dhe bllokohet, nëse s'jam unë aty ose kërkon ndihmë nga persona të tjerë që njihet më rehat, me njëherë gjithë I ndihmojmë. Kjo është shumë e mirë, sepse e përmirëson kapacitetet e grupit mrena zyrës, bashkëpunimit në grup.
Mirë, po ndonjëherë është edhe ka aspekti negativ sepse ka njerëz që Bën varën. ndoshta nuk dëshirojnë me punu dhe e dim për shembull që gili zona kjo ajo i ndihmon edhe e shfrytëzon mandej këto. E shfrytëzon këtë empati. Një aktor i unit të kësaj që i artpolist, empatia o çaq e madhe kreti që ti kryen krejcanat, sa që ti kënaqesh pse më punu. Po kupton, Ka kush punon për ka mua? kush punon për mua dhe kemi pas edhe kësi persona që Gjithmonë ka kësi persona. edhe më thot po s'po di ose edhe nuk po mundem e na mandej po me njerë që e tash kemi fillu pakës me qenë Ose me kontrollu ma me shumë. kontrollu pak ma shumë. Edhe mi thonë njerëzve për shembull, okay, cilat janë sfidat, çush po mendon ti me gjithë, mandej më ofro ndihmë. Do më thonë mes milion më bloku, po mandej më ofro ndihmë. Ose versionin që ta ofron me përmirësu. Po. Me ja lëm prap atë stilin autentik, po mi shtu diçka sepse si ekip e plotësojmë njëri tjetrin. Absolutisht. Po mu po më pëlqen që e ke rënjos këtë klimen që jo çdo kush i ekipit me lanë tjetrin më dështu ose më gëzu dështimit e tjetrit, po jo. dështimi se cilët është dështimi i gjithëve. Absolutisht. Edhe po më pëlqen shumë edhe shpresoj që kurdo që na dëgjon që ka pozita menaxheriale udhëheqëse ta fuqizoj këtë praktik. Zona unë nuk naqa, nëse ki edhe diçka për fund ose ndonjë pikë these që të ka ndihmu gjatë rrugtimit edhe qofë si nanë, pasi që unë shoh që edhe fëmijët janë pjesë, çdo herë që unë vim femar ti takoj fëmijët edhe ata njihen me gjithë komunitetin, japin kontribut, janë vullnetar, edhe sa është e rëndësishme kjo edhe mja u rënjos fëmijëve si të vegjël punën mbi gjitha. Po, unë tash po e shoh pak frytet e kësaj kulture, sepse të dy vajzat janë studente, njëna në regji teatri, tjetra në marketing edhe business management, edhe kom vrejt që të dyja deri sa ta dorëzojnë punën nuk dorëzohen, 2 natës, 3, edhe pitom nga një Leni, edhe se keni ju, mam, du të me kry. Se të kam pa ty të kam bëtë pa mu. njëjtën. Edhe kom vrejt që kjo diçka që e shohin, arsyeja pse ku marrë me veti ngjarjet që ne i kemi organizu, është me pa pse unë nuk jam më shpendështa. Do më thonë, me pa që Rezultatin edhe punën. edhe punën, edhe sakrificën që bëhet, edhe me ju arsyetu pse ndonjëherë unë s'jam më shpejt. Pra unë s'kom qenë për i nanave që i ka qu fëmijët në shkollë dhe i ka marrë. Unë nuk kom mujtë me qu fëmijët në shkollë dhe mi marrë, edhe motra ma kujtoj, i kom qu fëmijët për shembull javën e parë, mandej ja kom mësu rrugën, kanë shku vetë në shkollë dhe jam kthy për shkollës. I ke bërë të pavarur. I kom bërë dhe të pambarën, sa ashtu kom shku në shkollë, ashtu jam kthy për shkollës. Për shembull, ka diçka, na i drejk diçka, përgatisin ose e mpresin mu dhe thojnë nëse mundesh. Dhe më thonë, e kanë një farë kulture që e njohin sakrificën që e bëj unë punë edhe e kanë fitu edhe ata si kulturë. Janë shumë empatik edhe ato, janë shumë empatik, janë të dy vajzat edhe djali të afërt me anëtarët e familjes, respektojnë një farë hierarkie të personave më të shumë, edhe jo mundu mes me i bo egoista, të drejtën, sepse kjo është një smundje që po e shoh e këtij shekullit, po egoizmi është shumë i shprehur, edhe ndonjëherë me maskën e gjanave tjera, edhe mendoj që kjo është diçka që duhet mu luftu. Me teknika manipulative, Po, shpesh. shumë, edhe nëmën të interesa personale, për shembull, mund të i dëmtojnë edhe tjertë edhe nuk mendojnë për pasuja. E kjo Po diçka pasuja gjithmonë kthehen. Po, kthehen, absolutisht, edhe tek këta edhe tek të tjerët. E këto janë diçka që jo mundu, unë e kom pas një diçka shumë të rëndësishme me fëmijët e mi që si kom rajt kur kom dalë, kur jam shku dika për qef, ose jam shku për punë ose për shkollë. E di që o vështirë, në veçanti për nanat e reja, e di që ndonjëherë ma le duket nëse i thu fëmijës po shkojmë ndërheq domin, nëse shkojmë ndërheq domin. Mirë po është e rëndësishme. Edhe ka marrë dita që kanë me çmu punën që e bën. Edukata që ne kemi në punë, gjithçysh është diçka që vrejet edhe në shtëpi. Edhe fryma e punës që ne i bojmë ka mu përcjell edhe në shtëpi. Kështu që nëse bojmë një punë të pandershme, ka mu reflektu edhe në shtëpi. Nëse bojmë një punë të ndershme, ka mu reflektu edhe në familje. Pra, mos të mendojmë që këto dyja përjashtojnë njëna tjetrën. Nuk muj me pas jetë dyfisht. Pra jeta e punës gjithmonë e ndikon jetën personale. Absolutisht, edhe mendoj që kjo diçka që duhet me e pas qartë.
kush jemi në punë, jemi edhe në shtëpi. Ose kundërta, nëse ti nuk i ki që ato vlera në punë për cilat ti paguash, ti jetu e buni, është një dyftërsi atë dhe ka me dalë dikur. Ajo të ndikon mandej ty edhe në aspektin psiqik, mendor, edhe të shëndetit. Sepse trupi është edhe reflektim i asaj që ka na mendojmë për vetë vetën edhe për tjertë. Zona mendon që i kushtojmë në rëndësi shëndetit mendor mjaftueshëm apo thjesht i kalojmë traumat pa i trajtu sa duhet? Shumë ka stigma të shëndetit mendor, prandaj edhe në si vjetë kemi temën e festivalit Femart për shëndetin mendor, quhet Çliroje mendjen, moto si vjetme. Stigmat janë shumë të mëdha. Alo të na për shembull mirë se stigmë nëse ti i thon shkoj te psikologu dhe konsultohem, gjoja ma bazike. Mandej persona që kalojnë në çështje të ndryshme, sfida të shëndetit mendor, ose që kanë në angli është një shprehje që persona neurodivergent. Pra aty tek neurodivergjenca mund të hyjnë sëmundje të ndryshme mendore, mund të hyjnë çështje të ndryshme, mund të hyjnë kondicione të ndryshme, gjendja me cilën jetojnë, janë komplet të diskriminuar. Janë persona që bullizohen, janë persona që diskriminohen, që nuk mirësh një ajon me ta. Nëse nuk ka përkraje për i familjes një person neurodivergent, e ka shumë të shtije me gjetë përkraje tjetër ka. Edhe jemi ndoshta prej gjitha çështjeve që kanë bëjnë me drejtat e njerëzit, këto çështje dhe çështjet e personave që vijnë nga pakicat etnike janë dy më diskriminuese do të thënë në Kosovë. Kemi avancim në shumë fusha tjera, në këto dy fusha diskriminimi dhe racizmi janë shumë të mëdha, shumë prezente dhe këtu duhet bëhet një punë shumë e madhe. Ja nis në shkollë, por vazhdon edhe në punë. Ne duhet të krijojmë kushte për persona që janë më ndryshe. Kushtet e punës, ngjyra që i përdorim, orari, qasja në lift, qasja në ajër të pastër. Gjitha këto janë çështje që duhet mu adresu, edhe sigurimi i personave që bojnë punë të ndryshme, që kanë bojnë me palë të ndryshme, janë muhabete që të na fare nuk bëhen. Zona ju po ashtu angazhoni në Artpolis edhe persona me aftësi të kufizuar, një politikë shumë e mirë e kompanisë që ka rezultu, po mendoj edhe e frytshme gjatë kohës. Po, kemi bërë një manual për qasjen të persona me aftësi të kufizuar në institucionet kulturore. Sa ka qasje, sa nuk ka, pastaj kemi shpërndarë këtë manual në vende të ndryshme. Kjo ka qenë një ndër gjanat më të bukura që kemi bërë, shfaqjet me persona me aftësi të kufizuar në komuna të ndryshme, fuqizimi, pjesëmarrja. Ndonjëherë kam mjaftu mos me i lënë në shtëpi. Edhe mos me i diskriminu. Po është sfidë krijimi kushteve. Edhe kushtet mandej infrastruktura është diçka që ne gjithmonë tash e mendojmë. Prej që kemi fillu me punu me persona me aftësi të kufizuar, e mendojmë çdo event sa është i qasshëm, sa janë kushtet për këta persona. Ndonjëherë kemi bërë dhe rampa në institucione kulturore vetëm që kjo qasje të jetë e mundur. Kështu që është diçka që është kërkon angazhim të shumë palëve dhe tash jemi në krijim të një hapësire tonë kulturore, një qendër kulturore, edhe po shpresojmë që shumë shpejt do ta realizojmë dhe kjo do të jetë e qasshme për të gjithë personat me aftësi të kufizuar dhe shpresoj një ditë që të kemi edhe shfaqje për personat e verbër ose për persona shërbëmec. Zona, faleminderit shumë, minuta shkon shumë shpejt edhe gjithmonë kemi shumë me diskutu. Faleminderit që i preket disa tema, disa perspektiva shumë qëllume që shpresoj që shumë kush ka me gjetë veten, shumë kush ka me inspiru edhe ka me ndihmu me qenë çdo ditë më të mirë me veten, mandej edhe me rrethin. Shumë faleminderit Gili për këtë mundësi dhe që më bën mundi kaq shleshëm, kaq mirë. Dhe mu më fluturu minuta, nuk e di, më duket si 10 minuta që kanë shkuar. Shpresoj që persona që na kanë po dhe na kanë dëgju të jenë inspiru për diçka. Ta gjejmë mënyrën e vet si të funksionojnë, po ndoshta të marrin edhe ndonjë këshill, diçka që ju hin në punë. Edhe nëse nuk pajtohen, të paktën ta kuptojnë një perspektivë ndryshe. Po, faleminderit shumë. Faleminderit ty edhe.
Shikues të dashur, kemi ndjekur kështu së bashku një bashkëbisedim me Zana Hoxhen, regjisoren, aktivisten, feministen, e cila udhëheq shumë procese në jetën kulturore dhe feministe këtu në Kosovë. Shpresoj që keni mësuar nga rrugtimi i saj në vende të ndryshme, në teatro të ndryshme dhe me persona të ndryshëm për një hapësirë më gjithëpërfshirëse. Ne takohemi bashkë në podcastin e radhës.